Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Qytetarë të shumë nga pjesë të ndryshme të vendit janë grumbulluar në Tiranë në ditën e 13 të protestës, duke vijuar qëndrimin kundërshtues ndaj qeverisë. Gjatë manifestimit janë dëgjuar thirrje për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe për një ndryshim të drejtimit politik të vendit. Protestuesit kanë bërë të ditur se mobilizimi do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre, ku tubimi është shoqëruar me pankarta, slogane dhe mesazhe kritike ndaj qeverisë. Ka nisur organizimi protestës së 13 radhazi në sheshin Skënderbej, ku qindra qytetar kanë filluar të grumbullohen përpara nisjes së tubimit kryesor. Pjesëmarrësit vinë nga Tirana dhe qytete të tjera të vendit, duke ju përgjigjur thirrjes për të vijuar kundërshtimin ndaj qeverisë. Në shesh janë vendosur pankarta dhe flamuj kombëtar, ndërsa protestuesit kanë artikuluar thirrje që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Mesazhi më i përsëritur gjatë grumbullimit ka qenë "Jepe dorëheqjen", i shoqëruar me thirrje për më shumë transparencë dhe dëgjim të kërkesave qytetare. Sipas organizatorëve, protesta synon të mbrojë interesin publik dhe të kundërshtojë vendime që, sipas tyre, prekin pasuritë kombëtare dhe të drejtat e qytetarëve. Ata theksojnë se mobilizimi po fiton mbështetje çdo ditë më shumë dhe se pjesëmarrja e lartë është tregues i pakënaqësisë së gjerë qytetare. Ndërkohë, në zonën e sheshit dhe akset përreth janë angazhuar forca të shumta policie për të garantuar rendin dhe mbarvajtjen e aktivitetit. Deri në këto momente, protesta po zhvillohet pa incidente, ndërsa qytetarët vijojnë të mbërrinë nga drejtime të ndryshme. Organizatorët kanë bërë të ditur se protesta do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre, duke e cilësuar këtë lëvizje si një reagim qytetar në mbrojtje të interesave publike dhe të ardhmes së vendit. Pritet që gjatë tubimit të mbahen edhe fjalime dhe mesazhe publike nga përfaqësues të grupeve organizatore dhe pjesëmarrës të ndryshëm. Në ceremoninë organizuar për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama mbajti një fjalim me mesazhe simbolike dhe politike, duke vlerësuar rrugtimin e kësaj force ndër vite. Ai e përshkroi Shqipërinë si një amanet të shenjtë, duke theksuar detyrimin për të çuar vendin përpara në rrugën e zhvillimit dhe integrimit evropian. Rama nënvizoi se ardhmja duhet të ndërtohet mbi frymën e bashkëpunimit dhe një vizionit të përbashkët. Në përmbyllje të fjalës së tij, ai deklaroi se Shqipëria duhet të ngjitet në majën ku dielli lind andej nga perëndon, si një simbol i orientimit të saj drejt perëndimit. Në kuadër të festimeve për 35 vjetorin e Partisë Socialiste të Shqipërisë, është zhvilluar një aktivitet politik dhe ceremonial ku kanë marrë pjesë drejtues të lartë të partisë dhe figura të saj historike. Kryeministri Edi Rama, në fjalën e tij, ka vlerësuar rrugtimin e Partisë Socialiste ndër vite, duke lidhur atë ngushtë me transformimet politike dhe sociale të vendit në 3 dekadat e fundit. Duke marrë shkas nga protesta për zvërnecin që zhvillohet vetëm pak metra më larg përballë kryeministrisë, Rama tha se janë prodhuar përmbajtje për të ushqyer zemërimin. Protesta nisi me zemërimin e drejtë për një akt dhune dhe me kërkesën e padrejtë për anullimin e një investimi madhor që do të ndikojë ndjeshëm parametrat ekonomik dhe social të Shqipërisë. Edhe unë personalisht po të isha një qytetar që informohet nga rrjetet sociale, duke dëgjuar dhe parë turlilojet e gjysmë të vërtetave të fryra çdo minutë në vorbullat e kanaleve të dala me tërbim nga shtrati, pelikan të ngordhur, flamingo narrati, ruspa rrafshuese të natyrës, gradacela mbi lagunën dhe mbi Sazan, tabel kufiri e Izraelit mbi një gardh me tela me gjëmba, do kisha dalë në bulevard, i llahtarisur nga gjithë ai apokalips digital. Rama e ka cilësuar Shqipërinë si një amanet të shenjtë, duke theksuar përgjegjësinë e brezit aktual për ta çuar vendin përpara në rrugën e zhvillimit dhe integrimit evropian. Për ne, për mua, Shqipëria është një amanet i shenjtë në syt, në mendjen dhe në zemrën time. Prandaj jam krenar sot në këtë përvjetor përballë të gjithëve ju. Qoftë përballë atyre që më besuan kur mora drejtimin e kësaj partie të madhe, qoftë përballë atyre që ishin në drejtën e tyre të mos më besonin, si njeriu në dur në krye të kësaj familje politike. Kryeministri Edi Rama tha se protestuesit po manipulohen, duke i quajtur një kurth që po nxitet edhe nga vendet e huaja. Rama i ftoi protestuesit që të shkojnë të shohin faktet. Dhe në emër të atyre interesave
Në Tryezë ne kemi bërë qartë dy gjëra themelore. Ishulli nuk shitet, gjë që për hir të vërtetës as nuk e kanë kërkuar. Dhe ishulli nuk jepet me qera. Ishulli është dhe mbetet pronë e shtetit shqiptar. Ndërkohë që shteti kërkon të marrë pjesë si partner në investim dhe kërkon pjesë nga fitimi i investimit për popullin shqiptar. Ai u shpreh gjithashtu se objektivi i përbashkët mbetet avancimi i vendit drejt standardeve më të larta të Bashkimit Evropian, duke përdorur një gjuhë simbolike për të nënvizuar aspiratat afatgjata të Shqipërisë. Ne jemi këtu për Shqipërinë dhe Shqipëria 2030-s do të jetë në Bashkimin Evropian. Shqipëria 2030-s do të jetë vendi për të cilin ne të gjithë do të jemi krenar. Në mesazhin e tij, kreu i qeverisë theksoi se ardhmja e vendit duhet ndërtuar mbi bashkëpunim dhe vizion të përbashkët. Dhe ajo që ne duam të bëjmë me atë investim nuk është një biznes i radhës në plazh në Bregdet, po është një xhevahir që ne duam t'ja vëmë kurorës së Mesdheut në emër të Republikës Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar, në emër të gjithë fëmijëve tanë, që kur të dëgjojnë për destinacionet ku të gjithë ata që dalin në bulevard dhe shohin veten në ekran, shkojnë për të bërë pushimet e tyre, t'ju thonë të tjerëve kemi dhe ne Vlorën, kemi dhe ne Zvërnecin. Këshilli i ambasadorëve shqiptar ka reaguar lidhur me protestën masive që po zhvillohet prej 12 ditësh në kryeqytet, duke nënvizuar të drejtat e qytetarëve për të protestuar në mënyrë paqësore dhe duke kërkuar nga institucionet që të kushtojnë vëmendjen e duhur kërkesave të tyre. Këshilli i ambasadorëve shqiptar ka dalë në një deklaratë publike në lidhje me protestën që po zhvillohet prej 12 ditësh në Tiranë, duke shprehur mbështetje për të drejtën themelore të qytetarëve për të protestuar në mënyrë paqësore. Në reagim theksohet se kjo e drejtë lidhet me mbrojtjen e interesave kombëtare, pasurive publike, mjedisit dhe trashëgimisë natyrore, të cilat sipas Kash mund të jenë në qendër të vëmendjes institucionale. Sipas Këshillit, kërkesat e protestuesve janë të lishme dhe duhet të konsiderohen seriozisht nga institucionet shtetërore si pjesë e një procesi demokratik, funksional dhe transparent. Ka nënvizon gjithashtu se përmbushja e detyrimeve që rrjedhin nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian kërkon respektimin e plotë të pronës private dhe të drejtave të qytetarëve, si dhe vendimarrje të bazuar në ligj. Në deklaratë theksohet gjithashtu se në një shoqëri demokratike, dëgjimi i qytetarëve, konsultimi publik dhe llogaridhënia janë elemente thelbësor të qeverisjes së përgjithshme dhe transparente. Në përfundim, Këshilli shpreh mbështetje për investimet e huaja, por kërkojnë që ato të jenë transparente, të respektojnë kuadrin ligjor dhe të brojnë interesin kombëtar. Po ashtu, bëhet thirrje për dialog mes institucioneve, qytetarëve dhe aktorëve të tjerë me qëllim garantimin e një zhvillimi të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës të vendit. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u shpreh se ai dhe anëtarët e familjes së tij kanë mundësi të udhtojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njëkohësisht ai kërkoi Edi Ramës të mos organizojë antimitingje përballë protestave qytetare, ku Berisha apeloi edhe për mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar ndaj protestës, ndërsa u bëri thirrje deputetëve socialistë të distancohen nga qëndrimet e kryeministrit. Në një deklaratë për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi çështjen e vendimit të autoriteteve amerikane që lidhet me ndalimin e hyrjes së tij në territorin e Shteteve të Bashkuara. Berisha argumentoi se rasti i tij nuk lidhet me statusin non grata në kuptimin e Konventës së Vjenës, por me një vendim të bazuar në legjislacionin e brendshëm amerikan. Sipas tij, masa e marrë nga autoritetet amerikane ka pasur karakter administrativ dhe është rrirë edhe ndaj anëtarëve të familjes së tij. Sali Berisha s'ka qenë kur non grata. Pallja non grata bëhet bazohet në Konventin e Vjenës, kurse dezinjimi për mos hyrje në territorin e Shteteve të Bashkuara ka në bazë një ligj të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, pra është ligj i brendshëm. Dhe ky vendim është marrë për interesat të Shteteve të Bashkuara, por është dhe për familjen e tij. Gjatë konferencës, lideri demokrat u ndal dhe te zhvillimet politike në vend, duke shprehur mbështetje për protestën e qytetarëve dhe të rinjve. Në historinë e vet, një protestë kaq të fuqishme dhe masive dhe persistente sa kjo. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokratë dhe demokrat, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike të bashkohen në protestën e rinisë dhe qytetarëve të
Tiranës. Protest kjo që te kalon kufijtë e forcave politike, por që kërkon me vendosmëri fundin e regjimit autokratik të Edi Rama. Kërkon anullim në një seri ligjeve, për të cilat deputet e Partisë Demokratike në Parlamentin e Shqipërisë kanë votuar kundër në komisiona dhe në seancë plenare. Kryedemokrati i bëri thirrje kryeministrit Edi Rama të heqë dorë nga organizimi antimitinqeve dhe të mos përballet me mobilizimin paqësor të protestave. Edi Rama duhet të heqë urgjentisht dorë nga antimitingjet, të heqë me njërë dorë nga antimitingjet, të mos sfidoj uraganin e fuqishëm paqësor të rinisë studentore me antimitingje mafiozësh. Në vijim, Berisha apeloi ndaj komunitetit ndërkombëtar, institucioneve politike dhe opinionit publik jashtë të vendit që të mbështesin protestën, të cilat ai konsideron një shprehje të pakënaqësisë qytetare ndaj qeverisë. Një aksion i gjëri i prokurorisë së posaçme ka goditur një grup të dyshuar kriminal me shtrirje ndërkombëtare i përfshirë në trafikun e kokainës dhe pastrimin e parave. Në mesin e personave në hetim ndodhen figura të njohura të botës së krimit dhe biznesit, ndërsa janë sekuestruar pasuri që kapin vlerën e miliona eurove. Një nga operacionet më të mëdha të viteve të fundit kundër krimit të organizuar është zhvilluar nga SPAK, i cili ka lëshuar 20 masa sigurie ndaj personave të dyshuar për trafik ndërkombëtar droge, pastrim parash dhe pjesëmarrje në organizata kriminale. Me urdhër të prokurorisë së posaçme janë caktuar 15 masa arrest me burg dhe 5 masa arrest shtëpie në kuadër të një hetimi që ka dokumentuar sipas autoriteteve një skemë të mirë organizuar të trafikut të kokainës dhe investimit të fitimeve kriminale në Shqipëri. Në qendër të hetimeve ndodhet Artur Shehu, një emër i njohur për drejtsinë shqiptare, i cili po hetohet edhe për çështjen e provave në Zvernec. Megjithatë, arrestimi i tij nuk është ekzekutuar pasi ai jeton prej afër 3 dekadash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në listën e personave të shpadur në kërkim figuronte edhe Artur Koçeku, i njohur ndryshe si Luciano Koçeku, i dyshuar si drejtues i një rrjeti ndërkombëtar të trafikut të drogës së bashku me vëllezërit e tij. Sipas dosjes hetimore, grupi siguronte kokainë nga vendet të Amerikës Latine dhe e shpërndante atë në tregje të ndryshme europiane. Hetuesit dyshojnë se fitimet e krijuara nga aktiviteti i palishëm kanalizoheshin më pas drejt Shqipërisë, ku investoheshin në sektor të ndryshëm për të fshehur origjinën e tyre. Për këtë arsye është caktuar masë arresti edhe ndaj Ilir Shtufit, i konsideruar si një nga bashkëpunëtorët kryesor të grupit në investime në ndërtim. Gjatë operacionit është arrestuar edhe biznesmeni Ores Sota, ndërsa autoritetet dyshojnë se kompani të ndryshme janë përdorur për të mundësuar qarkullimin dhe fshehjen e të ardhurave të siguruara nga trafiku i narkotikëve. Një tjetër grup i përfshirë në hetim dyshohet të drejtohej nga Renato Hamzaj, i cili sipas Pakut kishte lidhje të afërta me Artur Shehun. Në dosje përmendet gjithashtu Erion dhe Adriane Rama, si dhe Leonard Bishaj, të njohur me Nofkën Koko, të cilët dyshohet se kanë luajtur rol në skemën e pastrimit të parave. Në pranga ka përfunduar edhe Orgest Birçaj, pronari i kompanisë Top 7, ndërsa ndaj Edmond Tjajupit është vendosur masa e sigurisë arrest shtëpie. Paralelisht me masat e sigurisë, Pak ka urdhëruar sekuestrimin e një sër pasurive me vlerë miliona euro të lidhura me personat në hetim. Sipas autoriteteve, një pjesë e konsiderueshme e këtyre investimeve ishin orientuar drejt ndërtimit të resorteve turistike luksoze në jug të vendit, si dhe projekteve të reja që kishin siguruar leje zhvillimi. Hetimet vijojnë për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë dhe për të dokumentuar rrugën e parave që dyshohet se burojnë nga trafiku ndërkombëtar i kokainës. Një operacion i shtrirë i prokurorisë së posaçme ka rezultuar në sekuestrimin e pasurive me një vlerë të përafërt prej 1 miliard eurosh të lidhura me 2 grupe të dyshuara kriminale dhe një rrjet biznesmenësh që dyshohet që kanë ndihmuar në pastrimin e të ardhurave nga trafiku i drogës. Një ndër aksionet më të mëdha të viteve të fundit të SPAK ka rezultuar në sekuestrimin e pasuriveve me vlerë të përdogaritur rreth 1 miliard euro pas goditjeve të 2 grupeve të dyshuara kriminale dhe bashkëpunëtorëve të tyre në biznes. Në qendër të hetimeve qëndrojnë struktura të lidhura me Luciano Koçekun dhe Alfredo Hamzain, si dhe një rrjet biznesmenësh që dyshohet se kanë shërbyer si ndërmjetës për qarkullimin dhe pastrimin e parave të përfituara nga trafiku i drogës. Masat e marra kanë prekur një gamë të gjerë pasurish duke
përfshirë apartamente, vila luksoze në zonat bregdetare të jugut, automjete, toka, garazh dhe aksione dhe llogari bankare të shpërndara në emra të ndryshëm të individëve dhe kompanive. Ndaj Ilir Shtufit janë sekuestruar një numër i madh asetesh përfshirë biznese, 23 apartamente dhe 106 garazhe, si dhe një sipërfaqe prej rreth 2000 metra katror në zonën e Green Coast, ku planifikohej ndërtimi i vilave dhe një pishine. Një tjetër sasi e konsiderueshme pasurie rezulton e lidhur me Luciano Koçekun, ku përfshihen lokale, palestra, llogari bankare dhe aksione, përfshirë edhe pasuri të bashkëpronësisë me persona të tjerë të hetuar. Hetimet kanë prekur gjithashtu Erion dhe Adrian Ramon, të cilëve u janë sekuestruar vila në Palas, ndërsa mbi 1.6 milion euro të përfituara nga shitjet e disa pronave janë gjetur në llogaritë të tyre bankare. Në listën e pasurive të sekuestruara përfshihen edhe prona në zonën e Rolling Hills, vila dhe apartamente në Jal, si dhe kompania Krion 83 me aktivitet në Tiranë dhe Prishtinë lidhur me personat hetuar nga SPAK. Ndërkohë, ndaj Adrian Zykajt janë bllokuar llogari bankare, gomone dhe sipërfaqe toke, përfshirë biznesi makinave luksoze me qira Top 7 është vendosur në sekuestro, pasi dyshohet se shërbente si mbulesë për aktivitetin kriminal. Në kuadër të hetimit për çështjen e Zvernecit me vendim gjykate, janë ekzekutuar gjithashtu sekuestrime me mbi më shumë se 128 milion euro të lidhura me transakcione të kryera përmes një notere që dyshohet se janë përdorur për skema të ndryshme të qarkullimit të parave. Paralelisht me këto masa, SPAK ka firmosur edhe një zë urdhër sigurie ndaj personave të dyshuar, ndërsa operacioni vijon ende për identifikimin dhe sekuestrimin e pasurive të tjera të lidhura me rrjetin kriminal. Hetimet për rrëmbimin dhe zhdukjen e 34 vjeçarit e Gland Koçi kanë nxjerrë në dritë element të reja. Policia ka shoqëruar një drejtues karotreci, ndërsa dyshohet se autori i shpallur në kërkim e ka përdorur këtë mjet për të transportuar automjetin ku ndodhej viktima me synimin për të shmangur dyshimet. Zbardhen detajet e reja nga hetimet për rrëmbimin dhe zhdukjen misterioze të 34 vjeçarit e Gland Koçi, ndërsa kërkimet për gjetjen e trupit të tij vijojnë. Policia ka shoqëruar një shofer karotreci, i cili dyshohet se ka transportuar automjetin ku mbahej njeriu. Sipas burimeve hetimore, autori i dyshuar i ngjarjes 41 vjeçari Armand Çakaj, i shpadhur në kërkim nga policia, dyshohet se ka përdorur një karotrec për të lëvizur automjetin me qëllim që të mos ngjallte dyshimi gjatë transportimit. Shoferi i karotrecit kanë deklaruar para grupit hetimor se automjetin e kishte lënë pranë një servisi në zonën e Ibës, pasi Shaka i kishte thënë se makina kishte pësuar defekt. Sipas hetimeve paraprake, transporti i automjetit ka ndodhur në 6 qershor, 2 ditë pas zhdukjes së Gland Koçit. Ndërkohë, gjykata e Tiranës ka lënë në masën e sigurisë arrest me burg 25 vjeçarin Enea Zyferi, kamarier në lokalin e Armand Çakajt. Gjatë dëshmisë së tij para gjykatës, Zyferi ka deklaruar se e ka parë Gland Koçin të hynte në lokal ditën e zhdukjes, por nuk e ka parë më të dilte prej tij. Ai ka treguar gjithashtu se atë ditë Armand Çakaj kishte kërkuar të fikte dritat e lokalit, pasi do të nxirrte jashtë një frigorifer të madh. Sipas dëshmisë së kamarierit, një ditë më vonë, Shakaj kishte kërkuar të lante automjetin në një zonë larg lokalit, pranë fundit të bulevardit të ri, vend ku më pas ai u lokalizua dhe u ndalua nga policia. Hetuesit dyshojnë se 34 vjeçari mund të jetë ekzekutuar, ndërsa veprimet hetimore po vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Deri më tani është identifikuar vendi ku dyshohet se Gland Koçi është mbajtur peng dhe është sekuestruar automjeti që mendohet se është përdorur për transportimin e tij. Policia dhe prokuroria po vijojnë kërkimet intensive për gjetjen e trupit të riut, si dhe për lokalizimin e Armand Çakajt, i cili konsiderohet person kryesor i dyshuar në këtë ngjarje të rëndë kriminale. Policia e Tiranës ka përmbyllur operacionin e koduar Flats, duke goditur 3 raste të ushtrimit të prostitucionit në apartamentet e Mara me qira në kryeqytet. 3 shtetase të huaja janë arrestuar, ndërsa ndaj 2 personave të tjerë është nisur procedimi penal në gjendje të lirë. Policia e Tiranës ka zhvilluar një operacion të koduar Flat, i cili ka çuar në goditje në rasteve të ushtrimit të prostitucionit në apartamente të marra me qira në zona të ndryshme të kryeqytetit, konkretisht në rrugën e Elbasanit dhe në rrugën Vajgjush Furxhi. Gjatë ndërhyrjes policore janë arrestuar 2 shtetase kineze të moshës 39 dhe 42 vjeçe, si dhe një shtetase vietnameze 43 vjeçare, të cilat dyshohet se ushtronin prostitucion në ambientet e marra me qira. Në vijim të hetimeve, 2 persona të tjerë janë proceduar penalisht në
gjendje të lirë për veprën penale prostitucioni, ndërsa ndaj tyre vijojnë veprimet hetimore për sqarimin e rolit në këtë aktivitet. Gjatë kontrolleve janë sekuestruar dhe 2 telefona celular, të cilët janë gjetur komunikime që dyshohet se lidhen me veprimtari të palishme dhe që mund të shërbejnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë skem. Materialet proceduriale janë referuar Prokurisë së Tiranës për veprimet më teshme, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrjetit dhe mënyrës së organizimit të aktivitetit. Shqipëria ka përcjell mesazhe urimi dhe vlerësimi në 27 vjetorin e çlirimit të Kosovës, duke rikujtuar sakrificat e luftës, kontributin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ndërhyrjen vendimtare të NATO-s në vitin 1999. Institucionet më të larta shqiptare kanë theksuar se 12 qershori mbetet një datë me rëndësi historike për të gjithë shqiptarët në rajon. Shqipëria ka përkujtuar 27 vjetorin e çlirimit të Kosovës në një sër mesazhe zyrtare nga drejtuesit më të lartë të shtetit, duke cilësuar 12 qershorin si një nga momentet më të rëndësishme të historisë moderne shqiptare. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale theksoi se liria e Kosovës është rezultati i sakrificës së mira burrave dhe grave, luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe mbështetjes së aleatëve strategjik ndërkombëtar. Ai vlerësoi në veçantë rolin e NATO-s, duke cilësuar ndërhyrjen ushtarake të vitit 1999 si vendimtare për ndalimin e dhunës dhe garantimin e lirisë, ndërsa shprehu mirënjohje për luftëtarët e UÇK-s dhe dëshmorët e rënë gjatë luftës. Mesazhe përkujtimore u publikuan edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili ndau në rrjetet sociale foto nga qershori i vitit 1999, duke rikujtuar momentet e çlirimit dhe hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë. Në të njëjtën linjë qëndroi edhe ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, i cili e cilësoi 12 qershorin si një pikë kthese historike për Kosovën. Sipas tij, kjo datë shënon fundin e një periudhe të rëndë dhune dhe represioni, si dhe fillimin e rrugës së shtetëndërtimit demokratik dhe konsolidimit institucional të Kosovës. Hoxha theksoi gjithashtu rëndësinë e ruajtjes së lirisë si përgjegjësi për brezat e ardhshëm. Në të njëjtën ditë, ish kryeministri Pandeli Majko vlerësoi se 12 qershori mbetet një simbol i sakrificës dhe i fitores së lirisë, duke theksuar se Shqipëria në atë periudhë kreu detyrën e saj historike. Në 12 qershor 1999, pas 78 ditësh bombardimesh në NATO, trupat e Aleancës së Veriatlantike hynë në Kosovë duke dhënë fund konfliktit dhe duke detyruar tërheqjen e forcave serbe. Pas kësaj, mbi 800.000 shqiptar u dëbuan, nisën kthimin në shtëpinë e tyre. Lufta e viteve 98-99 la pas mbi 13.500 viktima dhe mijëra të zhdukur, ndërsa pasojat e saj vijojnë të ndjehen edhe sot. Edhe pas gazit 34, ministri i NATO-s në Kosovë, KFOR, mbetet i pranishëm në garantimin e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë. Por vjetori është shënuar me omazhe dhe aktivitete përkujtimore në disa qytete, përfshirë Prikazin dhe Prishtinën, si dhe me ekspozita kushtuar rolit të forcave paqëruajtëse ndër vite, duke rikthyer në vëmendje një nga ngjarjet më vendimtare për historinë e rajonit. Vijojmë me informacione nga Kosova. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se zgjedhja e presidentit të ri të vendit nuk mund të realizohet pa bashkëpunimin e opozitës. Ai theksoi se lëvizja vetvendosje mbetet e hapur për dialog dhe koordinim politik, ndërsa shfaqi optimizëm edhe për krijimin e institucioneve të reja pas përmbylljes së procesit zgjedhor. Teksa Kosova pret përmbylljen e plotë të procesit të numërimit dhe certifikimit të rezultateve zgjedhore, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka vënë theksin te nevoja për bashkëpunim politik në funksion të ngritjes së institucioneve të reja. Duke folur për zgjedhjet e presidentit, Kurti ka kujtuar se procesi kërkon konsensus më të gjerë politik për shkak të detyrimeve kushtetuese që lidhen me votimin në kuvend. Sa i përket zgjedhjes së presidentit, kjo duhet të bëhet në bashkëpunim me opozitën për shkak të kërkesave që burojnë nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Ne jemi të gatshëm, të vullnetshëm dhe të interesuar për komunikimin e bashkëpunimit, u shpreh. Kurti nënvizoi se fokusi aktual mbetet përmbyllja e procesit zgjedhor, duke theksuar se vetëm pas certifikimit të rezultateve mund të nisin zyrtarisht diskutimet për hapa të ardhshëm politik. Jemi ende duke pritur numërimin e votave. Pasi të përfundojë ky proces, do të mund të bisedojmë për formimin e institucioneve të reja, deklaroi Kurti. Ai ritheksoi se vetvendosja dhe partnerët e saj të koalicionit para zgjedhor kanë dalë fituese zgjedhjeve dhe
sipas tij do të jenë forcat që do të udhëheqë procesin e krijimit të institucioneve të legjislaturës së re. Lëvizja vetëvendosi është fituese e padiskutueshme bashkë me partnerët tanë dhe do të jemi bartës të themelit të institucionit të legjislaturës së 11. Në përfundim, kreu i ekzekutivit në detyrë u shfaq optimist për ecurinë e proceseve politike në vend, duke shprehur bindjen se si konstituimi i kuvendit, ashtu edhe formimi i qeverisë së re do të realizohen pa pengesa. Jam optimist që gjërat do të shkojnë bar, si për konstituimin e kuvendit, ashtu dhe për formimin e qeverisë, deklaroi Kurti. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishim në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.